Zgjidh një lule dhe zbulo sekretin tënd të fshehtë. Lulkuqa. Nëse zgjodhe lulkuqen, je një person që pëlqen festat me shumë njerëz, je njeri kreativ, të pëlqen të mësosh gjëra të reja, ke talent në shprehjen e personalitetit tënd unik, por kujdes se lulkuqa prodhon opiumin e rrezikshëm. Iris. Nëse zgjodhe lulen e irisit, je një person optimist, krijues, ke fantazi të shfrenuara dhe imagjinat të çmendur. Mërzitesh lehtë, nga ndonjëherë haron premtimet që ke bërë, të duhet rregull në jetë. Tulipani. Nëse zgjodhe tulipanin, je personi që pëlqen shumë udhëtimet, kërkon gjithmonë të ndryshosh, je shumë i lidhur me familjen dhe miqt, je i kujdesshëm dhe i mirë, por nga ndonjëherë mund të jesh dhe arrogant. Trëndafili. Nëse zgjodhe trëndafilin, je një person romantik, i dashur dhe i apasionuar. Respekton traditat dhe zakonet e vjetra. I kushton vëmendje estetikës dhe do gjithmonë të shohësh më të mirën tek të tjerët. Zambaku. Nëse zgjodhe zambakun, je person i respektuar, dinjitoz. Njerëzit të trajtojnë si mentor. Je person i dhemshur, i dashur dhe i ndihmon gjithmonë të tjerët. Vishesh me stil. Orkidea. Nëse zgjodhe orkidean, je person i mirë, paqësor, uren konfliktet, të pëlqen vetmia dhe je misterioz. Violeta. Nëse zgjodhe violetën, je person modest, vlerëson minimalizmin dhe thjeshtësinë. Keni një shpirt të rrallë. Nëse zgjodhët këtë lule, keni rrugën drejt suksesit. Kamomili. Nëse zgjodhe kamomilin, je person i buzëqeshur, optimist, i gëzuar. Të pëlqen të shtysh gjërat për më vonë, të pëlqejnë festat dhe prania e miqve. Narcizi. Nëse zgjodhe narcizin, je person i dashur i përkëdhelës. Përkëdhelës, shumë punëtor dhe ambicioz, do t'i bësh ballë detyrave dhe problemeve të jetës. Luledielli. Nëse zgjodhe lulediellin, je një person që rezaton lumturi, ngrohtësi, ndihmon ata që ka nevojë, je i sjellshëm dhe i përcjell njerëzve pozitivitet.